Sipas Sabisiana Pajës, financiere e kompanisë, premtimi për cilësi të lartë me çmim ekonomik është i qëndrueshëm, jo thjesht si strategji marketingu, por përmes menaxhimit të mirë të kostove, optimizimit të proceseve dhe fokusit tek vlera për klientin. Mendoj se premtimi cilësi e lartë me çmim ekonomik është një sfidë reale për të gjithë kompanitë. Shumë biznese përdorin si strategji marketingu, por që të jetë i qëndrueshëm kërkon një menaxhim shumë të mirë kostove dhe proceseve. Në kompaninë tonë, mbështetet te efikasiteti operacional, optimizimi i proceseve. Kjo na lejon të ofrojmë produkt cilësor me, le të themi, pa qenë nevojshme të rrisim çmime. Balancimi cilësi e lartë me çmim ekonomik, mendoj se arrihet duke menaxhuar shumë mirë kostot. Kompania jonë fokusohet te optimizimi i proceseve, përdorimi i teknologjisë dhe vlera për klientin. Mendoj se kjo na lejon ne të ofrojmë një vlerë reale për klientin dhe produkte cilësore. Teknologjia e fundit, efikasiteti dhe automatizimi i plot janë shtylla kryesore e linjës së prodhimit në IPAC Group. Koordinatori David Spiru na shpjegon se çfarë e bën këtë linjë unike. Ai tregon se makineritë e fundit të prodhimit dhe procesi full automatik janë sekreti i punës së përkryer dhe i përmbushjes së kërkesave të çdo klienti nga IPAC Group. Makineria jonë e prodhimit është 64 metra e gjatë, që ka goxha zonë brenda, nuk është vetëm një funksion i tëri. Si fillim ne vendosim 5 bobinat e letrës të veçanta, çdo klient i ka të ndryshme, nuk kanë asnjëherë tjera, pas specifikat e tyre. Më pas ato bashkohen me qicin, tek furra që është gati 170 gradë Celsius. Aty ku ndodh bashkimi, pastaj do dhe prerja e kartonit në bazë të dimensioneve që kërkon secili klient. Dhe pastaj në fund ndodh paritizimi i kartonave në bazë të sa norma ka përsëritur klienti. Dhe shkon ke makineria radhës. Sa makineri ka në këtë? Atëherë total ne kemi 5 makineri. Po makineria kryesore patjetër është makineria prodhimit. Është një vit prodhimi besoj i kohëve të fundit, ë? I 2025. Është i fundit. 2025. Ndërkohë me fuqinë punëtore si ja bëni? Ajo është makineria që kërkon fuqinë më të madhe punëtore patjetër. Janë gati 6 veta që janë në mënyrë konstante tek ajo makineri dhe nuk shkputet dot dhe asfare nuk ka fare kohë për makineri tjera. Keni marrë dhe të huaj, ë? Patjetër, po vën huaj. Ka janë? Ka Egjipti. Jeni të kënaqur me kulturën? Jam goxha ekspert fushës, deri tani jemi shumë të kënaqur. Sa është volumi i prodhimit në ditë nga Atëherë ne prodhojmë gati 10 tonë në ditë, 10 tonë letër në ditë. Kjo për këtë gati në 200.000 kartona. Dhe në një kohë të shkurtër, pra fal pajisjeve ju arrini të plotësoni kërkesat e klientëve. Do një risi që pritet ju shtohet në vim? Tani kemi plan që të marrim disa makineri të tjera, që na vlerësojnë pak punën, që të kohën, të minimizojmë kostot, por me kalimin e kohës do t'i marrim ato. Specialisti i linjës së përpunimit Angelin Cumraku thekson se makineritë e kompanisë janë të teknologjisë më të fundit, si makineri Plexo me 4 gjyra që prodhon kuti kartoni të plota në mënyrë plotësisht automatike nga fillimi në fund. Ai kontrollon lëvizjen e kartonave dhe prerjen e njëjtë, duke siguruar që produkti përfundimtar të jetë i përsosur dhe i lehtë për tu përdorur. Investimi në teknologji është një pikë e fortë e IPAC. Çfarë e bën veçantë këtë makineri nga kompanitë e tjera? Këtë makineri e bën veçantë viti i prodhimit. Këto makineri që përdorim ne janë kualiteti i fundit i prodhimit dhe shumë efikase në përpunimin e tabakëve të kartonit. Kjo makineri quhet një makineri Plexo, është me 4 ngjyra plus qitësin, edhe bën komplet produktin nga tabak, produktin përfundimtar që na quajmë kuti. Jep edhe ngjyrat edhe ngjyrat, ngjitjen e gjitha, del produkti i përfunduar total. Dora e fundit është te kjo makineri. Po. Te ky seksioni këtej kryesisht bëhen pjesat e ndarjes, sepse sa duhet t'i lejmë ndarjen e kutive. Në këtë moment çfarë procesoni? Ne kryesisht tu shikojmë lëvizjen, nëse kartonat janë e njëjta prerje, do të thonë që puna është e përkryer dhe mbyllja e kutisë do të jetë sa më e lehtë për ta përdorur nga përdoruesi. Kërkon të gjë të automatizuar apo jo? Kjo gjë është full automatike. Kjo që nga fillimi deri në fund është komplet full automatike.
Futet nga tabak kartoni del produkti i gatshëm që quhet kutia kartoni. Super. Mund ta shohim një model që del në këto momente. Pra kjo është forma që jepet. Kjo është për masat e kutive. Një klient na jep produktin që do vendosin dhe kjo na mjafton ne që ne t'i bëjmë një kuti për vendosjen e produktit që ai dëshiron. Sa ju ndihmojnë këto makineri në gjitha proceset? Kjo makineria është si stash shumë efikase, prodhimit fundit bën një punë përkryer. Fuqia punëtore e huaj është një zgjidhje për kompaninë. Yes, I am working as operator in the... Në këtë kompani prej 8 muajsh, pozicioni im është specialist i linjës së prodhimit. Vi nga Egjipti dhe në Shqipëri kam gjetur shumë njerëz miqësor. Në përmbyllje të intervistës, CEO Julio Isufi reflekton mbi rrugtimin e kompanisë. Isufi planon se do të kishte nisur disa produkte më herët për të fituar eksperiencë më të shpejtë, por vlerëson se procesi ka ecur mirë. Sa i përket konkurrencës, Isufi deklaron se konkurrenti i tyre i vetëm është e shkuara me synimin për të u përmirësuar vazhdimisht. Ambicjet e tij përfshin zgjerimin në produkte të tjera kartoni që nuk prodhohen ende në Shqipëri. Nëse do fillonit nga zero, ka diçka që do të bënit ndryshe sot pas të shikonit të gjithë këtë investim? Patjetër që ka disa gjëra që do t'i bëjmë ndryshe. Mendoj se janë disa produkte që ndoshta do t'i kishim nisur t'i bënim edhe më shpejt më parë, sepse tani do kishim eksperiencë akoma edhe më tepër nga sa kishim në fillim, por çdo gjë ka shkuar mirë. Ka diçka në këtë fushë që publiku nuk e di dhe mund ta mësonte ndonjë? Që kartoni ose kutitë janë shumë të pavlerësuara, por është një lloj industrie ose një lloj pune pa lodhur mbrapa pas asaj kutie që nuk e kupton dot asnjë njeri thjesht nuk nga parë përpara. A keni konkurrencë ju? Konkurrencën e tash pak më parë kemi vetëm veten tonë, kemi të djeshmen, ai është konkurrenti jonë që ne sot do të jemi më mirë dhe nesër më mirë akoma. Ndërkohë si sipërmarrës, çfarë ambicesh të tjera keni në të ardhmen ju? Përveç se të zgjerohemi në punën që ne bëjmë, në të gjithë produktet që ne kemi, të përmirësojmë dhe të bëjmë lider në to, synojmë të zgjerohemi edhe ndoshta në bizneset e tjera që ketë nevojë. Cila fushë ju tundon? Në Shqipëri ka akoma shumë mangësi, ka shumë produkte të kartonit që akoma nuk prodhohen në Shqipëri. Ndoshta do duhen 100 vite për të mbaruar një këtë kartonit, pastaj shikojmë industri të tjera. Julio Isufi përçon mesazhin se suksesi kërkon durim, përkushtim dhe një fokus të palëkundur tek cilësia, duke e parë të ardhmen me ambicie për të bërë lider në treg. Nga stafi i IPAC Group theksohet se qëndrueshmëria ka qenë prioritet që në fazat e para të krijimit të kompanisë. Duke sjellë teknologjinë e riciklimit të kartonave, IPAC Group angazhohet për paketim të ripërdorshëm dhe të riciklueshëm, reduktim të plastikës dhe mbetjeve të paketimit, duke hapur rrugën drejt një ekonomie qarkulluese. Riciklimi i kartonave shikohet si e ardhmja e industrisë.